kur kemi të bëjmë me marrëdhënie të padëshirueshme të grave të cilët i detyrohen në kryerjen ose ofrimin e këtyre shërbimeve, ligji përcakton deri në javën e 20 për ndërprerjen e shtatzanit. Si më thonë, prej momentit kur kemi informacion ose kur është e njohur një shtatzani e deri tek lindja e atij fëmijës, është bukur komplekse edhe si më thonë në aspektin ligjor procedurat për ndërprerjen e shtatzanisë, po edhe veprat penale të kryera ndaj nënave shtatzan. Në momentin kur kemi këtë informacion të një nëne që ka një frut, atëherë kemi menjëherë fëmia arrin subjektivitetin juridik ku njerëzit përgjigjen penalisht dhe ka të drejta edhe në barkun e nënës. Në rastet e trashëgimisë edhe personat të cilët nuk kanë lind, ata të cilët ju vdesin prind, njëri prind ose shumë me radhë, pas lindjes ai ka të drejtë në trashëgiminë e babait të tij. Pra, nuk është vetëm, si më thonë, si procedurë vetëm hajt ndërprerja shtatzanisë kështu me radhë. Mirë po, prej momentit kur kemi informacion që kemi një nënë shtatzan, arrin, si më thonë, subjektivitet juridik edhe përgjigjesh në raste të caktuara kur vepra penale është kryer kundrejt nënës shtatzan, atëherë nëna shtatzan konsiderohet si viktimë e ndjeshme dhe, si më thonë, ligji përcakton dënime më të rënda për personat përgjegjës të cilët kryen vepra penale kundrejt këtyre kategorive. Po. Në këtë rast që po e përmendim